Trajtimi i temave mediatike të komunitetit rom dhe atij egjiptian janë nga më specifiket për gazetarët për shkak të problematikës që ato paraqesin. Në një trajtim me të rinj nga këto komunitete të organizuar nga Lëvizja Egjiptiane Rome, gazetari Gjergje Rebara, i cili merrte pjesë si lektor në këtë trajnim, thotë se ende media shqiptare nuk po i kushton vëmendjen e duhur problemeve sociale dhe sidomos atyre që lidhen me komunitetet dhe grupet vulnerabël. Media është ekstension i pushtetit edhe i situatës politike në vend, që normalisht nuk është shumë interesuar për jetën reale të njerëzve. Qofshin këto njerëz të zakonshëm të pasur, se qofshin njerëz të shtresës mesme, dhe aq më pak njerëz të varfër, domethënë. Që medias nuk i bën kur keq që të merret me jetën reale të njerëzve, përfshirë edhe hallet e komuniteteve të ndryshme. Qofshin rom, qofshin egjiptan, qofshin të varfër, qofshin student, të gjithë këto janë të nënpërfaqësuar në media dhe kjo është në dëm të medias më shumë se në dëm të komuniteteve. Përgjithsisht media është e përqendruar domethënë të mbulojë aktivitetin politik në vend dhe pjesa dërmuese e gjitha lajmeve kanë në një farë mënyrë lidhje me aktivitetin politik. Pjesa dërmuese e lajmeve prodhohet nga institucionet publike dhe ka jashtëzakonisht shumë pak lajme domethënë nga pjesa tjetër e shoqërisë. Media nuk është çështje thjesht gazetare, është mënyra se si është ndërtuar media, domethënë në tërësi, në mënyra se si media është në varësinë e sistemeve politike ose sistemeve të pushtetit, dhe kjo reflektohet pastaj në mungesën e interesit të medias për të bërë lajme që janë në interes publik. Në këtë trajnim me të rinj të komunitetit rom dhe egjiptian, gazetari Rebara foli mbi mundësitë dhe nevojën që kanë këto komunitete për të trajtuar problemet e tyre në media.